nuk mbyllet me kaq. Të shumt kanë qenë socialistët të cilët janë marrë në pyetje nga prokurorët e posaçëm, nga ish-ministrat Arbian Mazniku, Olta Gjashka, Ogerta Manastirliu apo Niko Peleshi. Ndërsa vëmendjen e merrin edhe akuzat nga të majtëve në bashki, nga Rakip Suli i Kamzës, Benet Beci i Shkodrës, Kreshnik Hajdari i Kuçovës, Pjerin Dreu i Lezhës, Melinda Bufi i Erskovecit, Erjoni Saj i Kolonjës. Por, në shkurt, pak para se të merrte mandatin e 4 qeverisës Edi Ramës, ju arrestua në detyrë kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Asnjë nga këto emra nuk e detyruan Edi Ramën të jepte dorëheqjen. Ky popull nuk mendon kështu, që unë duhet jap dorëheqjen. Në 3 mandate unë kam pasur një 60 ministra. Dhe deri tani 2 ministrat mandatit parë nuk mbahet mend, janë dënuar. Një tjetër është në paraburgim, që mund ndiqej fare mirë në gjendje të lirë, po nuk është i dënuar, dhe një tjetër ish zëvendëskryeministri ka marrë arratin për të shpëtuar drejtësisë. E njëjta logjik vlen dhe për një 250 kryetar bashkie dhe deputet gjatë këtyre viteve. Disa dënuar, e vërtet. Kur përsëriten rastet, atëherë nuk duhet të shohim aq shumë individit që han dardha dhe kumlla moll pas shpinëve, po do të pyesim pak për ryetarin e kopshtit. Kryeministri mund të akuzosh për çdo gjë, por jo për padituri. Është çështja e modelit të ndërtuar, dhe modeli ndërtuar deri tani ka qenë siguronte një zonë sfingjer midis tij në krye të piramidës dhe pjesës tjetër poshtë. Por tashmë kjo zonë ka ardhur shumë duke u ngushtuar, sepse kur mbërrit tek numri 2, nuk ka më hapa të tjerë drejt numri 1, nuk ka më justifikim. Kryeministri jo vetëm që nuk u dorëhoq, por me mandatin e 4 u kthye më i fuqishëm se asnjëherë, me plot 83 mandate deputetësh. Kur ulet në një karrige, vjen një sprov. Dhe është sprov e madhe karrige. U por fitore e thellë, por puna nuk nisi dhe është mbarë. Një tjetër bashkëpunëtor e tij, tashmë në detyrë, është marrë pa ndehur nga SPAK. Kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Belinda Balluku është pezulluar nga detyra si zëvendëskryeministre dhe ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës. Si është e mundur që kur të gjithë prisnin hetimin e zëvendëskryeministrit dhe masën penale ndaj saj, kryeministri rimandaton si zëvendëskryeministre. Dhe dërgon gjykatë kushtetuese për të bërë interpretimin që mandati ekzekutiv është më i madh se mandati parlamentar, që nuk ka sens në demokraci. Dhe po ashtu për Tiranën, të njëjtën histori kur ai kishte me dosje dhe u kuptua që procesi të vazhdoi, ai e mandatoi për mandat 3. Ndryshe nga veprimet e bëra për Erjon Veliajn, të cilin pas disa muajsh edhe shkarkoi, apo me Arben Ahmetin që për herë të parë e shqetëson nga arratia, me rastin e Ballukut, Rama nuk po fshihet, duke mos e pranuar në qëtësi vendimin e drejtësisë. Kryeministri me firmen e tij kërkon rikthimin e bashkëpunëtores së tij në detyrë, duke akuzuar SPAK dhe GKK për vendime arbitrare antikushtetuese. Ka një kufi. Ai është kufia që përcakton kushtetuta midis pushteteve të pavarura. Dhe nëse ne lejojmë të shkelë dhe ai kufi, atëherë ne kemi humbur diçka që është themelore jo për mua, as për këtë qeveri, as për një ministër sa qeverie, po për rendin kushtetues në Republikën e Shqipërisë.